Inshallah Zoti ja kthen të në smima kur. Një javë ditë, sa kom nejt në nanën tem në spital, unë nëmë sot kom gu, qka ke thonë, qka gjdo të gjithë jem thonë me ty. Një më vidja nga Mitrovica. Edhe? Dishta një përshëndet. Unë e kam nanën që 3 javë në për spitalje. Du më i falenderu doktorët, e kanë kry një punë shumë të mirë, edhe pse na ina të prit një analizë, me ditë nanët qka po na i delë. Edhe dishta me falenderu edhe ma shumë vjerën tem, nanën tem dytë, nanën e burrit që këto 3 javë sa unë shkova poshtë e lartë spitalës Mitrovicës, ajo u kujdes gjithë për fëmijën e mi, për shtëpinë, për punët e shtëpisë, asnjëherë nuk u lodh, çdo mëngjes unë ka thonë, "Çu shko te nana jote, merre kerën, shko te nana jote." Dishta për zemër s'esh me falenderu, inshallah Zoti ja kthen të në smima kur. Nanës tem shërim shpejt, edhe çdo njeri që është në spital, inshallah del në kam gjvita vjen të shtëpia. Një falenderim i veçantë shkon për stafin e kirurgjisë, jam të e kry një punë të mrekullueshme. Një du shumë, një ndjeki qysh mote, po është shumë e vështirë me marrë lidhjen. Një javë ditë, sa kom nejt në nanën tem në spital, unë nëmë sot kom gu, qka ke thonë, qka gjdo të gjithë jem thonë me ty, prej nanëve deri 11. Pas ka marrë malli me një gru që fletë qështu, mallin pas ka marrë, falimderit shumë që thire. Inshallah dhe unë e ty, ana njofton për nanën tash? Kësmet. Uroj shpejt me marrë një përgjigje pozitive. Shumë faleminderit. E me jetu gjatë bashkë, shumë faleminderit. Faleminderit që i ka që dhe mirë njohse për nanën e dytë që e ke në shtëpi edhe për stafin mjekësor edhe për gjithë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit ty, për qafi shumë, Mitrovica dojna shumë. Faleminderit Mitrovica për qafi. Çdo të mirë. Marshim lajme të mira. Kalofshit mirë. Çfarë?